Një pyetje që është bërë shumë për të parë të Ramazanit është për pyetje që është bërë shumë, po. Për nënat shtatzan. Çfarë gjykimi ka për to mbiagjirim? Po. Duhet ta agjerojmë? Janë edhe kjo është mirë që të shpjegohet, është shpjeguar edhe më përpara, janë nëna shtatzan ose nëna të cilat është dhe i rast tjetër çuna, e cila e ka lind fëmin edhe e ka atë me qumsht. Pra i jep qumshin, e cila e ka nëna, ja ka lënë i madhi Zot në dispozicion fëmijës. Tani, këto, se gjithmonë mundohemi ta sqarojmë edhe i pjesë nuk e kuptojnë siç duhet. A lejohet apo s'lejohet? Lejohet që këto nëna të nderuara që po përkushtohen ke fëmia që është një gjë shumë e madhe, lejohet që ta agjërojnë në qoftë se nuk dëmtohen. Por, në qoftë se një nënë e cila është shtatzan ose është me fëmijë të vogël dhe thotë që unë nuk do agjeroj, por do ta kompensoj atë duke i dhënë një të varfër, i lejohet asaj. Sepse hyn ke grupi që ka thënë Zoti o alal ladina yutiquna fidyatu ta'amul miskin. Ato të cilët nuk kanë mundësi ose agjerimi i dëmton nënën ose fëmijën, ose i hyn hak nënës ose i ka menuar i madhi Zot edhe këto. Janë majete Kurani, nuk janë fjalët që ne po i themi. Ajo e cila është shtatzan ose ka fëmijën e vogël, e ka në dorë vet. Imagjino se sa e ka ngret i madhi Zot, ajo e ka në dorë vet. Në qoftë se shikon veten të fortë, në qoftë se bën një konsult me mjekun dhe ajo e shikon që nuk ka dëm dhe dëshiron të agjeroj, i madhi Zot ja pranon dhe ja qun agjerim. Në qoftë se ajo thotë që nuk do agjeroj, sepse mendoj që mund dobësohet, mendoj që mund t'i bëj dëm fëmijës, ose e ka me qumësh dhe i largohet qumësh i gjirit. Kjo është e lejuar për të që t'i japi ushqim një të varfrit, i cili është agjerueshëm për 30 ditë, dhe asaj i quhet agjerimi si gjithë ato që kanë agjeruar. Pra i madhi Zot këtë grup e ka lënë në dorën e tyre. Qofse duan agjerojnë, në qofse duan e kompensojnë duke ushqyer një të varfër me iftar për çdo natë.